Pas gjysmë shekulli ish studentët e degës matematik-fizik në Universitetin e Shkodrës u takuan sërish, duke rikthyer kujtime, emocione dhe historitë e një periudhe që mbetet e paharruar për ta. Pas 50 vitesh, përmes kontakteve të ruajtura ndër vite dhe ndihmës së rrjeteve sociale, ish studentët arritën të organizojnë takimin që u kthye në një ditë emocionesh të veçanta. Një shok shkolle, i quajtur Shaban Sokoli, dërgon një polifoto të shkollës. Dhe më lindi ideja, pra një smetari i para Shaban Sokoli. Më lindi ideja, mora polifoton, nëzora listën e emrave, hajtë thash, ta bëjmë një takim, pas 5 dekadash. Falë për kushtimit edhe disa kolegëve tjerë, u realizu, kuptohet me mungesa, sepse 10 për tyre nuk jetojnë, një 4-5 nuk ju kemi zet adresat, në veçanti do të falenderoj 2 profesorët pjesëmarrës që janë tu, Zhevalin Kolombi, profesori i fizikës, dhe profesor Mefit Serani, të cilët me punën e tyre ne na kanë bërë njerëz. Jam shumë emocionuar se takoj shokët dhe shoqet e mia të shkollës, grupit. Pas 50 vitesh kemi ndryshuar, jemi thinjur, në biseda tregojmë se çfarë punet kemi bërë, se punën e kemi pas të vështirë. Puna mësuesit matematikës është e vështirë, por është edhe shumë e fisme dhe shumë më me vlerë. E rëndësishme se ky grup ish studentash është një, me të thënë drejtën, gjë e bukur që mlidhen sot edhe kujtojnë ato vite që kanë kaluar në këtë bankë. Mes kujtimeve të shumta, ata ndan emocionet e takimit duke kujtuar profesorët, sakrificat e kohës së studimeve dhe miqësitë që i kanë shoqëruar përgjatë jetës. Nostalgji, kujtojmë leksionet që na jepshin ato, profesorat, kujtojmë kolokjumet e bukura, kujtojmë edhe cicmicët e ndërmjet njëri tjetrit, kuptohet si shka qenë rinia atëherë në atë kohë. Në këtë takim pas 50 vitesh ndihem shumë emocionuar, ndodhem në sallën ku janë zhvilluar leksionet në universitetin tonë, një emocionet edhe më duket sikur në atë kohë që kam qenë studente, pra është një takim shumë emocionus, mas 50 viteve, që shifena për herë të parë këtu në Shkodër. Kemi ardhur nga gjitha, unë jam shkodrane, por kam ardhur nga Tirana. Në fund të takimit, emocionet dhe nostalgjia mbizotruan mes ish studentëve, të cilët u larguan me mallin e rikthyer për vitet e rinisë dhe me dëshirën që ky ribashkim të mos mbetet i fundit.